E cilësojnë si një ndër shtyllat më të forta të reformës në sistemin e drejtësisë. Përbën një prej shtyllave kryesore të reformës së thellë për të cilën jemi zotuar në fushën e drejtësisë. Për të tretën herë me radhë, qeveria e Kosovës rikthen në tavolinë të njëjtin projekt ligj, atë për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, duke miratuar sërish të hënën. Ky rikthem nuk vjen rastësisht. Më herët, gjykata më e lartë në vend kishte vlerësuar se dispozitat të caktuara të tij nuk përputhen me kushtetutën, duke detyruar ekzekutivin ta rishkruajë sërish. Këto rekomandime janë reflektuar në tekstin e projektligjit. Po ashtu gjatë gjithë këtij procesi, projektligji është punuar në bashkëpunim të ngushtë me partnerë ndërkombëtar, duke përfshirë konsultime teknike dhe analiza krahasimore për të siguruar që dispozitat të jenë të zbatueshme, proporcionale dhe të mbrojtura me kushtetutë. Sipas zëvendës kryeministres Donika Gërvalla, historia mund të përsëritet. Kjo pasi çdo herë deri më tash kanë qenë ankesat e opozitës ato që e kanë çuar ligjin para kushtetuesës. Këtë skenar Gërvalla nuk e përjashton as kësaj radhe. Është në linjë me kushtetutën, është në linjë edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, por edhe me rekomandimet e Komisionit Venedikut. Unë nuk mund ta përjashtoj mundësinë që pasi të miratohet në kuvend, parti të caktuara opozitare në mungesë të argumenteve serioze ose të aftësisë për ta kundërshtuar këtë ligj në kuvend me argumente serioze, do të mund të ndjekin përsëri rrugën drejt gjykatës kushtetuese. Për të kuptuar qëndrimin që do të mbajnë partitë opozitare në lidhje me këtë projekt ligj, televizioni Dugaxhini ka kërkuar përgjigje nga anëtarët e subjekteve politike. Këtë hënë, PDK, LDK e AK nuk pranuan të komentojnë pa e parë draftin e projektligjit, i cili pritet të shkojë në kuvend.